Deputetja demokrate Majlinda Bregu është kundër mbajtjes së zgjedhjeve brenda PD-s në këtë periudhë dhe kur e djatha sapo pësoi një disfat. Përmes një postimi në Facebook, Bregu thotë se hapja e garës është një tjetër gabim i Bashës që duhet të shmanget. Po gaboni, të shpallësh një garë në mbi 40 gradë, tamam kur dynjaja se ka mendjen fare te ky hall, dhe ta bësh këtë, pa bërë një mbledhje të paktën atyre që u fshin e atyre që u graduan në një mesnat, pa përcaktuar në një udhëzim, se cilat janë garancit për kandidatët që do të hyjnë në garë, pa caktuar standardet për zgjedhje të lira e të ndershme brenda partisë tonë, është jo demokrate. Është njësoj sikur Lulzim Basha të hynte në zgjedhje parlamentare pa kod zgjedhor, me pakta. Bregu ju bën thirrje demokratëve të mos barazojnë partinë me Lulzim Bashën, pasi gabimet të tilla do të sjellin humbjet e radhës, ashtu siç ndodhi dhe në këto zgjedhje. Ta konceptosh këtë moment si momentin kur PD-ja duhet të ndahet, me lulzimin e ngrirë apo kundër lulzimit të shkrirë, është gabim. Ta kthesh sot, tani, PD në një shesh për përshesh, pasi shqiptarët na dhanë 190.000 vota minus, më zi se në zgjedhjet e 97-s është gabim. Po ju a them sot të gjithëve, kujt është me lulzimin dhe kujt është kundër ti, ky mal që po mbarset do të pjell një mi. Dhe ne do të jemi përsëri duke pritur humbjen e radhës për gabimin ton të radhës. Deputetja Majlinda Bregu, një ndër zërat më të fortë kundër Bashës, i kujton atij paralajmërimet në krye të herës, për të cilat sot ajo e gjen fajtor. Kërkoj heqjen dorë nga një qasje qorre dhe shurdhje e drejtimit dhe funksionimit të Partisë Demokratike.